gabim, mund tjetë jo gabim, është thjesht një mendim i imi, kështu që thjesht, unë po them, si që unë ta respektoj, që ti thu, unë jam falës me Mateo, nëse që atu ta respektoj, nuk du fare të kundër përgjigjen, ta respektoj mendimin ndryshe situata im dhe Selin, se kemi të konsoliduar, nuk mund të një briken, thot, ju jeni falës, ju jeni, sepse ti me Mateo në funditës jeni asë gjë, nuk thash që jeni falës, kemi një, unë thash se ti je shumë herë kontradiktore dhe gënjeshtar në raportin tënë me Selin, se gjëra që i thu në dhomë të rëfimit dhe me persona tjerë nuk e guxim pja të vërtuash Selinës përballë dhe thjesht do me nxjerr vegza për me kriju situatë për dalë me sa herë tjerë duhet të thuash se unë po të shpjegoj tani. Okej, kuptova, mendimi jot, situatë të tëra, i di gjitha se mi ke thënë shpesh herë. Tani po të shpjegoj që nga momenti i parë që Greta është fut këtu, Greta e ka pas si gjë që duhet të ndante Selin nga Miri, me pa tjetër, ta dish këtë gjën. E di, unë ta thash. Okej, ta kesh të qartë. Dhe Greta, në qoftë se nuk argumenton, edhe thot, jo, unë kam ardhur këtu, se duhet ndaj Selin dhe Miri, them pse, nga po të vjen kjo gjë, unë nuk mund të sjell informacione nga jashtë këtu, vajzë dashur. Dhe me një mënyrë... Nuk është se nuk e sjell, po nejse. E po nuk mund të vi unë tani them mami...